Zënë vendet, ju lutem që të procedojmë me seancën. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, ftoj kryesuesin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve deputetin Artan Abrashin që ta paraqesë raportin e Komisionit. Ju faleminderit, të nderuar kryesues i Kuvendit, të nderuar kryesuese, të dashur deputet Kuvendit Republikës Kosovës. Në mbledhjen e mbajtur të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve, vlen të theksohet për dallim prej herës kaluar, tashmë ka ndryshim të pozicioneve të atyre që kanë vendosur, kanë votuar kundër, dhe se në raportin të cilën dua t'ia drejtoj të Kuvendit, konstatoj se Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i themeluar me vendim të Kuvendit të Republikës, me 15 prill dhe e autorizuar me vendim të Kuvendit me datë 19 prill të vitit 2025, në bazë të nenit 9, paragrafi 4 të rregullores së Kuvendit, Kuvendit ja paraqet këtë raport. Në mbështetje të nenit 9.5 të rregullores së Kuvendit, Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve, në mbledhjen e mbajtur me 19 prill 2025, e shqyrtoi dokumentacionin përkatës zgjedhor si vjen. Vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 09-794-2025, datë 27/03/2025 për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve të certifikuar. Komisioni, në bazë të shqyrtimit të dokumentacionit më lartë, konstaton: në legjislaturën e 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës janë certifikuar 120 deputet nga partitë politike, koalicione dhe iniciativa qytetare që kanë marrë pjesë në zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025. Lëvizja Vetëvendosje, 48 deputet. Partia Demokratike e Kosovës, 24 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës, 20 deputet. Srpska Lista, 9 deputet. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët Intelektualët, 8 deputet. Kosova Demokratik Tyrk Partisi, 2 deputet. Iniciativa e Red Demokratike e Kosovës, 1 deputet. Nova Demokratska Stranka, 1 deputet. Za Slobodu, Pravdu i Opstanak, 1 deputet. Koalicia Vakat, 1 deputet. Partia Liberale Egjiptiane, 1 deputet. Social-Demokratska Unia, SDU, 1 deputet. Partia e Shkalive për Integrim, 1 deputet. Jedinsta Goranska Partija, 1 deputet. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, 1 deputet. Komisioni ka konstatuar vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 09-794-2025, datë 27 mars 2025, për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve. Në seancë konstituive, të nderuar deputet, janë të pranishëm 120 deputet. Andaj, Komisioni, mbështetur në dokumentacionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve, i rekomandon seancës konstituive me vota unanime të anëtarëve të Komisionit të përfaqësuar nga subjektet politike parlamentare në Kuvend, që t'i vazhdoj punimet sipas agjendës së parapar me rregulloren e Kuvendit. Ju faleminderit. Faleminderit. Të shohim edhe numrin e të pranishmëve. Në seancë janë të pranishëm
119 vetë edhe mund të procedojmë tutje.